Në intereson të dim, si do të doni të ishit në jetë, HIV pozitiv apo HIV negativ? Une, ti jem pozitiv. Se? Ti jem pozitiv, ma mirë me konë pozitiv se sa me konë negativ. A kini në arsye? Po nuk e ti unë s'pon me të kuptu, ty bash një s'pon me kuptu këtë pyetje. Pozitiv, gjithmonë njëri ka qërë tjetë pozitiv. Si do, tash dikush ka qërë nështë tjetë negativ, po unë për veti kam qërë të jem pozitiv. Pa që dojë prej ati konstatimi se po. Do të thënë që është dëshira në pyetje dhe për shkak situatës e cila është momentalisht mjaft aktuale, mendoj po se negativi është një përgjigje pozitive në këtë rast personalisht për mua. Si pozitiv. Se? Për arsye se më mirë është me kanë pozitiv gjitha mënyrat. A kini në arsye fort? Se të zgjatë për shembull me qenë negativ? Se me qenë negativ. Nuk po di tash farë negativ. Pozitiv tonë puna shkon mirë me kanë pozitiv, mire. Të gjitha punë, pa marrë parasysh çfarë pune me kanë pozitiv, shkon mirë. HIV pozitiv, apo? HIV pozitiv. Çdo njeri ka që me qenë pozitiv. Se, a kina se nuk të zgjatë për shembull negativin? Po nuk është zgjatë kërkush më të keqen. Pozitiv është. Në këtë rast HIV negativ është më keq, ndërsa HIV pozitiv e mirë, apo jo? Po. Më mirë me qenë në jetë është realist. Me qenë pragmatik. Po për këtë pyetjen tonë, ke ndonjë përgjigje? Po nuk mendoj se njeriu është mirë me qenë negativ në jetë. Mendoj që njeriu... Po, mendoni se është mirë me qenë HIV pozitiv? Po. Po për çështjet të interesit kombëtar është pozitiv më mirë me qenë tash. Për atë.